Në 7 qendra të testimit mbi 1700 nxënës të shkollave të mesme të Ferizajt janë nënshtruar pjesës së parë të testit të maturës. Drejtori i arsimit në Ferizaj, Muhamet Halili, tha se procesi i testimit ka shkuar mirë, duke theksuar se para mbajtjes së këtij testi në bashkëpunim me përfaqësues të shkollave të mesme, kanë mbajtur orë shtesë me qëllim që nxënësit të kenë rezultate të mira. Por në bazë të raportit që ne kemi marrë nga zyrtarët e DKA-s që kemi në përgjithta qendrat e testimit, asnjë problem edhe më i vogël nuk është paraqitur, për arsye se testet kanë ardhur me kohë, përgatitja janë bërë me kohë, nxënësit janë vendosur në dhoma mësimi me kohë, nuk kemi asnjë problem të cilin është paraqitur nga zyrtarët e DKA-s dhe drejtorët e shkollave që janë si menaxherët të qendrave të testimit, nuk kemi pasur të lashë të tillë, po gjithë drejtorët e shkollave në bashkëpunim edhe me profesorët kanë vendosur oraret për mësim plotësues dhe shtues në mënyrë që të jenë sa më të përgatitur gjatë këtij testit që të arrijnë rezultate sa më të larta. Koordinatori nga DKA-ja, Afrim Llabjani, tha se sot nxënësit janë nënshtruar testit me pyetje nga gjuha shqipe, angleze dhe matematika. Sipas tij, ky test është mundësi e mirë edhe për drejtorinë e arsimit në mënyrë që ta di përafërsisht se në çfarë shkalle qëndrojnë shkollat e Ferizajt. Sot nxënësit hyjnë në testin e përgjithshëm, siç e quajmë ne, nga lëndët gjuhë shqipe, matematikë dhe gjuhë angleze, kurse testi i dytë është nga lëndët profesionale, të cilët i mësojnë nxënësit në shkollat e tyre profesionale. Thënë përgjithsisht, ky është një test i cili po i orienton realisht nxënësit edhe për shkollimin më të tjeshëm. Pas përfundimit testit ne i bëjmë analizat, shohim se cilat janë rezultatet e tona, shohim se cilat shkolla kanë dalur më mirë në këtë drejtim. Ndërsa maturantët, të cilët ju nënshtruan këtij testi, thanë se pyetjet nuk kanë qenë të vështira, andaj shpresojnë që do të arrijnë rezultate të kënaqshme. Normal, 100%. Sa i përgatit? Koxha, bazë zerës jam kohë, po mirë. Kena kalu mirë, super. Po, në fakultet, do të me shku pa qore. Mirë, kom mirë dhe vetën tjetër, edhe së vjetë konë mirë. Për së vjetë besoj që mas i kena mëso dhe pak më shumë, së vjetë besoj që kena mirë. Edhe ku mendon më orientu të ashtë pas këtij testi? Dikon në fakultet. Pjesa e dytë e testit të maturës do të mbahet më 24 qershor. Publikimi i rezultateve të maturës shtetërore do të bëhet më 30 qershor, ndërsa në rast të moskalueshmërisë së provimit, maturantët kanë të drejtë të hyjnë në provim përsëri në afat të gushtit, i cili do të mbahet më 26 gusht, pjesa e parë dhe pjesa e dytë më 5 shtator. Ndryshe krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit janë 800 maturant më pak.